Tashmë është e qartë se ndeshja është pritur mes Shkëndijës së Tetovës dhe Vardarit të Shkupit shtyhet për më vonë dhe kur do të zhvillohet ky takim, askush nuk din të jep përgjigje të saktë. Kryetari i Shkëndijës Nuriman Shaqiri është kategorik se ndeshja në fjalë do të zhvillohet në Tetovë dhe në praninë e shikuesve. Çdo alternativë tjetër është e papranueshme. Kemi përshtypje se individ dhe personat e caktuar 24 orë online janë të preokupuar se si të pengohen dhe të bëhen ndërkëmbëza skuadrës më të popularizuar dhe më të suksesshme sportive kur është në pyetje futbolli Shkëndijës së Tetovës. Përmes apo me ndërmjetësimin e lojës së futbollit, ne shqiptarëve në Maqedoni po na dërgohen mesazhe se pikërisht ne jemi ata të cilët paraqesim rrezik permanent për sigurinë dhe stabilitetin në Maqedoni, duke mos na lejuar që të tubohemi në numër të madh gjatë manifestimeve të ndryshme, qofshin ato kulturore apo siç është rasti këto ditë sportive. Në stilin nxehtë ftohtë, këtyre ditëve Federata e Futbollit të Maqedonisë me orë të tëra ka debatuar se vallë ndeshja që përfolur mes Shkëndijës së Tetovës dhe Vardarit të Shkupit duhet të zhvillohet në stadiumin Buzsharit apo Gjetiu. Vendimi ishte decid se zhvillimi i takimit në fjalë në Tetovë, ku mbrenëron të interesimi pa parë, parashihet të tubohen mbi 20.000 shikues, do të ishte bara sikurse në zjarr të derdhej benzinë. Ky është argumenti kryesor i Federatës së Futbollit të Maqedonisë dhe organeve të saj, ndërsa ata të cilët garantonin se ndeshja do të kalojë si është më mirë, hasën në vesh të shurdhër. Më kot, kryesia, lojtarët dhe ballistët premtuan se stadiumi Buzshari do të përkojë me teatër dhe koreksi dhe se ndeshja Shkëndija-Vardari do të përfundojë ashtu siç i ka hije një organizatori të suksesshëm. Të gjithë janë të opinionit se kur ekipi i Shkëndijës zhvillon ndonjë ndeshje me peshë, vazhdimisht trillohen skenare të ndryshme, vetëm që shikuesi shqiptar të privohen nga e drejta që ekipin e tyre ta përkrajnë në vatër të vet. Këtë në mënyrë ilustrative argumenton kryetari i skuadrës Kuqezi Nuriman Shaqiri. Ky vendim është thjesht vendim i federatës që loja të anulohet për një kohë të pacaktuar dhe pas një kohë do të lajmërojmë se kur do të luhet kjo loje. Ne ishim të habitur duke menduar se do të luhet ditën e mërkurë, do të thotë se me 14-in, u anulu për një ditë për të njëjtën përsëri në thirrën se përsëri nuk do të luhet e tash në të ardhmen kur do të luhet edhe ne nuk kemi një njohuri, presim një lajm të tillë. Një vendim i këtill që ndeshja mes Shkëndijës dhe Vardarit mos të luhet ka ndikuar në masë të shprehur, duke i deprimuar të gjithë se takimi nuk lejohet të zhvillohet për shkak të çrregullirave eventuale, edhe pse të gjithë premtuan se nuk do të ndodh asgjë. Ne u përgatitëm në maksimum bashkë me të policisë, antarët Ministrisë të Punëve të Brendshme, bëmë një plan të detajuar që asnjë ekses edhe më i vogël mos të ndodhje. Kështu që i njoftuam edhe të federatës me plan programën tonë, pa ata që ne morën parasysh një plan program të tillë, thjesht loja duhet të anulohet edhe pikë pa asnjë arsye. Për takimin Shkëndija-Vardari, presidenti i skuadrës tetovare thotë: "Kjo ndeshje është derbisida kryesore këtij kampionati shtetëror. Nuk ka pasur asnjë farë skenar tjetër post të luhet futboll." Presim Vardarin shumë me padurim, me mendojnë aspektin sportiv, jo vetëm unë, po edhe tifozët të tjerë, një derbi i madh i shtetit, mendojnë dhe i bindet që një gjë të tillë se do ta ketë me të vërtet një show të futbollit, një show i madh do të jo si që e paralajmërojnë në të tjerët se do të ketë ndonjë ekses, do të ketë ndonjë eskalim. Në Tetovë asnjëherë nuk ka pas eksese të tilla, por përsëri ekipat tetovare dënohen. Nuk e di se pse. Ekseset ndodhen në qytetet të tjera, nuk dënohen ekipet e qyteteve të tjera, kurse të Tetovës për çdo herë do të qenë delja zez, kanë qenë dhe do të qenë, arsyet nuk i di. Do të qëndrojmë besnik vendimeve tona dhe post në Tetovë, ndeshjen me Vardari nuk e zhvillojmë askund. Ne ofruam disa alternativa, mirë po, ato nuk u pranuan me arsyetim se sërish ekziston rreziku që ndeshja të merr kahje tjetër. Ne pranuam në fillim të luhet jashtë qytetit, kërkuam në Gostivar, nuk na pranoi, nuk na garantoi garancë Ministria e Punëve të Brendshme në Kërshov, nuk na garantoi në Struk, nuk na garantoi. Kështu që ne, po që se nuk kemi një siguri të tillë në Tetovë, në cilin qytet të tjetër do të kemi. Për post Tetovës vendimi është shumë i prerë. Do të luhet me publik. Kemi pranu, por jemi pajtu me një kusht të federatës se ky vendim është vendim më i lartë, vendim është i federatës, kështu që ju patjetër duhet të respektoni, por kohën, jo vendin e ndeshjes Shkëndijës me Vardarin. Boll më njëherë për gjithmonë, çdo herë Shkëndija kur do të vijë ndonjë derbi të tillë të luajë, patjetër të ndodhë diçka. Ju lutem zotëri, loja do të luhet në mes të Tetovës me publik, ose nuk luajmë hiç.
S'ka dyshim se prolongimi i ndeshjes Shkëndija-Vardari për kohra më të mira do të ndikojë negativisht në ritmin dhe atmosferën e krijuar në kohë të fundit në ekipin tetovar, i cili pa të filluar të demonstrojë lojra të shkëlqyeshme. Nuk jemi nga ata të cilët nuk kuptojmë dhe nxisim me çdo kusht atmosferë dhe situatë dramatike, por përkundrazi radhitemi në mesin e popujve me kulturë dhe tolerancë politike, fetare dhe racore, përfshirë këtu edhe sportiven. Një gjë e tillë është dëshmuar jo pak herë edhe në praktik.